Edhe pse një traditë e vjetër për qytetin e Shkodrës, peshkimi e kthyer në një pasion për gjithë moshat. Për Caf Mehmetajn, peshkimi me shumë se nevojë ekonomike është një sport i përditshëm që ka nisur rreth 75 vite më parë, nga i cili nuk e sheh veten të ndarë ndonjëherë. Amatori peshkimit jam qysh në moshën 7 vjeç. Në 7 vjeç kam jetu në Doç të Reçit, edhe kemi zonë trofta. Me dorin zeshin tonë fëmijët atëherë troftat, për arsye se s'kishte ku më edhe trofta futej në shkamin në gur, na i kapshim me dorë. Masa ne kam jetu në qytet, po bëj një 50-60 vjet, se marrova shkollën, edhe gjotin e peshkut e vazhdoj prapë, deri të vdes. Kjo më bën gjallë, me ba me lonë këte, unë des. Kjo periudhë përkon me kohën e disa llojeve peshish, siç janë skortat, xhucat apo lloça, thot Cafi, por shqetësim është gjuetia me korrent, çka ka ndikuar në paksimin e peshkut në liçenin e Shkodrës dhe lumin Buna. Tash në këtë periudhë fillon vlloça me fjalë, një 2-3 javë, edhe masanej ika jo. Ma përpara ka kanë periudha e qefullit, kanë zonë qefullit, tash përveç dorës me i fjalë, ka skort, ka sharmak, mirë po edhe ata janë maru dhe janë drejt zhdukjes për arsye të korrentit. Korrenti ashtu e dëmtu shumë peshkun. Përpara që kam gjuh, në Baqallek, u lajshim me familjen, monalt kishe vunja 3-4 parangalla, se s'kena pas kalomër atë kohiq, koftet vërhot, edhe zeshim shojza. Tash një zhduk shojza, s'ka hiq. Po ba një 10 vjetë a 12 vjetë që se kam zonë një krap me kalom. 83 vjeçari me profesion ushtarak thot se ka gjuetur peshk edhe në zonat e tjera të Shqipërisë, por edhe në Australinë e largët, aty ku jetojnë edhe fëmijët, por me Shkodrën dhe liçenin ka një lidhje të veçantë. Në Australi, për shembull, me shku me gjuh peshk duhet me ecë 1 orë e gjysmë me makinë me shku në breg të oqeanit. Kurse te na, për 10 minuta vjen te ura Bunës. Atje ka gjithfar peshku të oqeani, ka gjithfar peshku. Ka dhe peshkaqen, zona Australisë me fjallë. Këtu kam qef, në zonë dhe fëmijët bile hajte, këtu hajte atje, po tash mosha jonë, kena qef me kalu këtu. Jam vetëm me grunë dhe në kanë tjetër. Të peshkuarit me grep është një traditë e hershme në Shkodër që ta shikohet brez pas brezi, por pavarësisht përpjekjeve për zhvillimin e këtij sektori, ende ka shumë problematika.